Kështu që unë nuk maj përgjithësi për atë, ka hierarki brenda Partisë Demokratike. Ne kemi kryetar Sali Berishin, që dhe shef shtabi, që merr me gjithë kandidat, unë bëj punën time me gjithë djemt, nuk dal kur pa 10 djemt dhe vajza në takimet e mia, sepse realisht besojnë, jo tek mua, por besojnë tek Alternativa Partisë Demokratike, dhe ndoshta dikush është dhe me nga vajza nuk e ngjet dot për nga mosha, nuk e ngjet dot Facebooku, se do dhe kjo patent të nga Facebooku. Unë kam gjetë një çun triqe si skafët, dhe që janë që bën dhe foto me celular tim, se nuk i kemi e shleku të marrë fotograf. Që pas keni ju duhet të merrni dhe reklama tashmë? Duhet të ktheheni një influencer, kështu me këtë super aktivitet. Nuk kam marrë asnjë, jo mund ta tregoj fjalë, ti di që unë gënjej sepse nuk kam përgjigjëstruar asnjë, kështu që të ftoj ta shikoj Facebookun tim, me që jemi friends bashkë Facebook. Patjetër. Zoti Elezi, dëgjova në një intervistë zotin Shej pak ditë më parë, i cili tha, unë nuk jam nga ata politikanë që shkoj derë më derë për të kërkuar vota. I përkas një tjetër lloji të bërit politik. Çfarë ka zgjedhur koalicioni juaj? Patjetër që takimet me njerëz... E ka fjalën për zotin Dashamil Shej. Po spari takime me njerëz, ka një fashë elektorale, ka një kategori njerëzish të cilët shprehin simpatinë dhe e kanë shprehur në vazhdimsi, qoftë për zotin Shej, qoftë për mua, qoftë edhe për kandidatët tjerë. Dhe komunikimi me këta persona dhe aktivizimi i këtyre personave për të propaganduar pikërisht ato idetë tona dhe qëndrimet tona politike ka qenë një ndër mjetet kryesore në këtë fushat. Që do thotë që ne kemi të shkosh derë më derë është një strategji tjetër që duhet kesh një numër të madh njerëzish në dispozicion dhe zoti Shehu ndoshta në këtë këndvështrim e ka thënë. Domethënë jemi fokusuar te njerëz të cilët kanë Jo, nuk e paragjykova për atë që thatë. Jo, dakord, edhe unë po e shpjegoj. Ju po e Fjori, edhe unë po e shpjegoj. Domethënë ne po kontaktojmë me njerëz të cilët shprehin një pëlqyeshmëri për pikpamjet tona, edhe për qëndrimet tona politike, po edhe për figurat politike që janë grupuar në këtë koalicion. Dhe kjo ka qenë kryesisht. E dyta ka qenë komunikimi me opinionin publik, që është një mjet i dytë, nëpërmjet rrjeteve sociale, nëpërmjet mediave. Dhe paraqitja e pikërisht këndvështrimit ton, qëndrimeve tona. Këto janë dy metodat që ne kemi përdorur. Edhe takime që mund të jenë realizuar jo më larg se mbrëm, u realizoi një takim në njësi numër 2 dhe ishte një takim ku morëm pjesë 60-70 veta, si di edhe pak më shumë ndoshta. Ku ne bëjmë prezent gjithmonë. Cila është karta juaj më e fortë në këtë vend? Karta jonë më e fortë është që ne e kundërshtojmë në themel atë çfarë po ndodh në Shqipëri në aspektin ekonomik. Përveç publikimit të parimeve që e keni bërë që në krye të herës, konkretisht. Karta jonë më e fortë është kjo, që ne po akuzojmë Edi Ramën dhe Sali Berishën për një bashkëpunim edhe për rregullat e lojës, por një bashkëpunim edhe në atë që ne kemi titulluar si një oligarki mafioze. Pra në Shqipëri, ne kemi dhënë argumenta, dhe argumentat janë ashiqari. Janë raporti vjetori i Departamentit Shtetit, është raporti vjetori i SPAK, janë ndërtimet, domethënë mbi ngarkimi i Tiranës me ndërtimi i këtyre kullave, gjithë kjo sjell në fokus këtë, që kjo oligarki, bashkë me një sistemi financiar, ku janë banka qendrore dhe banka tjera, bashkë edhe me shumë kompani guac, dhe gjithë ky mekanizëm që merret me pastrimin e parave, që vijnë nga trafiqet e drogës, parat e korrupsionit, dhe në thelb të tyre dhe lidhjen e tyre e bën ky sistem politik, ne po e sqarojmë para opinionit publik dhe para votuesve që ne jemi kundra këtij. Dhe në këtë sistem politik është patjetër gjithë kupola politike ku përfshihet edhe Edi Rama, edhe Sali Berisha. Pse? Sepse fokusi i fundit ose qëndrimi i fundit i Partisë Demokratike nëpërmjet sekretarit përgjithshëm është që ne në Shqipëri nuk ka një oligarki të tillë. Ne jemi një hap më tej, themi oligarki mafioze. Ai thotë që ne këtu nuk ka oligarki, dhe që në momentin që mban një qëndrim të tillë, që këtu nuk ka një oligarki, ndërkohë që pikërisht armiku më i madh i demokracisë dhe i deformimit elektoral është kjo oligarki dhe gjithë kupola ekonomike e cila e deformon nëpërmjet ndikimit të saj, sepse ka një numër të madh personash, punojësish dhe e shumë lehtë të influencohesh edhe pa e quajtur shkelje ligjore nëpërmjet kësaj piramide dhe lidhje ekonomike nga lart poshtë. Dhe ky është armiku kryesor i demokracisë sot. Dhe pse i them unë armik i demokracisë, sepse pikërisht kjo kupol dhe gjithë ky sistem ekonomik e ka deformuar ekonominë, duke kthyer nga një ekonomi
e tregut lirë ku kanë themel konkurrencën dhe fitimin dhe avancimin, në një ekonomi ku kryesisht merret me pastrimin e parave që do thot vret tregun e lirë dhe konkurrencën. Dhe duke qenë se ne e konsiderojmë të tillë, dhe pasojat e këtij sistemi janë pasojat që ne i ngjojmë në xhepin ton. Kemi rroga që nuk vlen më në raport me çmimet e tregut, kemi çmime të rritura, kemi mungesë qarkullimit parave në biznesin e vogël dhe në biznesin e mesëm, dhe fakti që këto para mungojnë, kryesisht vinë sepse këto para përqendrohen në duart e pak personave. Pra në lidhje në këtë raport ne kemi një ndryshim të madh. E para jo vetëm që e kuptojmë se ç'ndodh, po ju shpjegojmë qytetarëve që kjo që po ju ndodh ju dhe po na ndodh gjithë dhe ne bashk, ka një të keqe të madhe dhe kjo e keqe e madhe është gjithë kupola politike që nuk fokusohet këtu. Dhe ne po fokusohemi dhe po e sqarojmë. Dhe ne po ju kërkojmë qytetarëve, ne duhet jemi në parlament që të ngrenë zërin pikërisht për këtë. Tash po të merrem unë me gjërat, ka shumë element korruptiv që janë fundore, që ndodhin në jetën e përditshme. Po të merrem me... Kam përshtypjen që ai qytetari këtë do. Dhe është ajo që tha çfarë zoti Korreshit, kur shkon dhe takon një qytetar, edhe mënyrën se si do ja shpjegosh atë pasaportën europiane, duhet ta mendosh mirë, sepse në momentin që ti ofron një cop letër dhe këtë do ta ofroj unë deri 2030 nuk e kupton. Ndoshta qytetari nuk e di që kjo është çështje standarde, që ti të kesh këtë në dorë duhet të thosh 1, 2, 3, 4, po 2, 3, 4 nuk është bukë dhe ujë. Atë të them një diçka tjetër. Unë po të them që në momentin që jeta ekonomike e këtij vendi zbehet dhe kontrollohet, çfarë ndodh? Nuk ka më interes për të konkurruar. Dhe kur bie interesi për të konkurruar, krijohet një situatë e tillë që njerëzit detyrohen të largohen nga ky vend, sepse tregon që ka mungesë rregullash, ka pabesueshmëri dhe bën shumë komponent, nuk vësh vetëm copa e bukës. Po është edhe mënyra se si të ndërtosh jetesën, se lidhet ngushtë me ekonominë dhe me rregullat në këtë vend. Dhe këtë ne po mundohemi ta shpjegojmë këtë, që kjo nuk mund ndodh vetëm nga Edi Rama, po mund ndodh edhe nga fakti që opozita nuk e ka bërë betejën e vet në parlament dhe kudo në institucione. Dhe ne po i premtojmë njerëzve, nëse votohemi, do ta mbajmë fokusin këtu. Dhe pikrisht do të hedhim... Ka bërë opozita se vetëm aksionet opozitare janë të panumërta, pastaj ti mund të merresh fare betejën, mendoni ju. Ajo çfarë unë them që unë e kam hasur në kurrizin tim në 2018. Nëse këta do bënin një betejë në 2018, nuk do binin gjithë dakord të rivendosin trahun Kukës. Dhe Sali Berisha që kur u quan kuksianët ngriti zërin mos shuhet zëri kuksianëve, 4 muaj më vonë kur u vendos trahun shtator, u mbyll humbi nga qarkullimi dhe nuk i ngjoi zëri më. Pse? Sepse atje ishte kastrati ku këta kanë interesa të gjithë rrjetit vet. Edhe Edi Rama edhe Sali Berisha, dhe unë këtë nuk po e them sot, e kam thënë edhe në 2022-shin përballë Berishës, e kam thënë edhe në 2018-ën në kuvend. Pra, nuk është se unë po ndryshoj qëndrim, unë kam të njëjtën linjë të arsyetimit nga 2018 dhe në vazhdim dhe them, opozita pse nuk e drit pikrisht në këtë pjesë të errët të ekonomisë dhe politikës shqiptare, sepse argumentoj që këta janë pjesë. Sa të pini pak ujë, më i miri që është në treg sot. Le të kalojmë pak tek zoti Meça. Si e ke parë? Edhe uji oligarkisë vjen këtu, çfarë do i bëjmë? Në qoftë se ju do të dilni sot Tiranë, dhe në qoftë se do të hapni gjithë rrjetin social, do të shihni që prezent po dalte Partia Demokratike sepse këtu ka shumë individ që kanë dalë në treg, edhe Partia Socialiste ka një gjë tillë, por në mënyrë posaçme Partia Demokratike dhe meqenëse kemi edhe zotin Korreshi. Do shohësh që Tirana është e mbushur me postra individësh të Partisë Demokratike, të cilët janë të listës të hapur, që do të thotë... Kam pra luft për çdo votë, tham që në fillim, luft për çdo votë. Jo, më kupto ku do të dalë, se do të dalë në një pjesë, dhe nuk ka asnjë poster i cili të jetë sponsorizuar nga individ që janë listë mbyllur, dhe që flet të votoni njëshit paktën. Pra ka votoni Jorida Tabakun ose Murizin ose Myrges e tjera, por nuk ka asnjë tjetër i cili të ketë sponsorizuar reklamën e Partisë Demokratike. Dhe pyetja që u bët, dhe që ishte pritshmëria jonë, ishte e tillë që ata që do ishin në listë të hapur, do të ishin absolutisht aktiv dhe fushata gati do të përqendrohej në planin figurativ të këta individ.
dhe personi që ishte në fjerë është i kësaj natyre, përsëri. Pra këta janë persona të cilët praktikisht janë tregë. Ky është problemi i mekanizmit ligjor që ndërtuam, por njëkohësisht mbledh dhe energji të tepërta, të cilat i thisin tek partitë këta individ të cilët janë listat e hapura. Por kjo ka vdekur nervin e atyre që janë listat mbyllura. Unë nuk e di sot në Tiranë, një nga ata që është lista mbyllur, që t'jetë prezent. Kjo është e para. Po ndoshta në qytetin e tjera është ndryshe situata. Nuk e njëjta skemë, sepse ne vime edhe nga tereni, gjithë autostradës, unë kam parë nga Tirana deri në Vlorë, deri Sarandë, kam parë 2-3 postra që janë të Partisë Demokratike, që me të drejtë propagandojnë 2 teza politike të premtimit elektoral. Dhe këto të dy janë të përgjithshme, po flas të përgjithshme. Të gjitha janë individuale të individëve të cilët po luftojnë për votën e drejtë për drejtë tyre. Kjo është e para. E dyta, po shoh sa po pash Facebookun e Sajmir Koreshit dhe mbri përshtypje një diçka të cilën nuk e di, e kam rekomandim pozitiv në këtë rast. Rekomandimi është një fëmijë këtu që ka diqiturën zemër babit, voton numri 1 dhe fëmija e cilë thot voton numri 1. Nuk është e drejtë përdorimi i fëmijëve në fushat elektorale, sa i mjetë, lutem. Dakord, të lutem, ishe sepse ke ato të tjera që i ke shumë më mirë, që të regojnë vërtet punën të atë në teren, dhe edhe e treta që duhet të them, kam 2 persona të cilët minimalisht në këtë 4 vjeç, ka qenë absolutisht aktiv në politikë dhe kam prezentuar portretin e vetë. Dhe ky votim do t'jetë më tepër sa votim programesh, votim portretesh. Individësh të cilët kanë identifikuar vete në këtë treg politik dhe ka prodhu besueshmërinë për tezën për tepër, po pse e themi gjë të tillë? Sepse për një muaj është e pamundur të zbërthesh programe, aq më tepër programe. I pse një kapi një çështje që është shumë interesante. I pse një organizoi në Kukës një lëvizje për shkatrimin e... Përheqjen e atij Traut. Në 4 vjet, Partia Demokratike nuk u shpreh fare. Para 4 ditësh, 5 ditës mos gaboj, Berisha vete në Kukës dhe premtimi i tij ishte do heqim Traun. Po mos zotëri, 4 vjet i kishe për të ngritur zërin dhe për ta hequr atë Trau. Që do të thot premtimet, se këtu desha dilja, premtimet nuk i dëgjon njeri. Por personalitetet e këtyre individëve, të gjithë e kanë parë dhe tashmë këta janë përballë elektoratit të tyre, pavarësisht lëvizjes që do të bëjnë në teren. Dhe ajo që vazhdoj të insistoj është programet nuk i shef njeri në Shqipëri, sepse e din që programet jo vetëm kanë fiktivitet, po janë të fryra në përmasa të tilla që çdo person në Republikën e Shqipërisë e di që janë gati të paralizueshme në premtimin që bëjnë. Por identiteti i personave që është i realizueshëm, pavarësisht se s'ka patur asnjë forcë politike vullnet për ta bërë në gjithë këto vite, për shembull. Urdhë? Minimumi jetik është i realizueshëm. Okej, po nuk është problemi te minimumi jetik, është njëri thot 200 euro, thot do ta bëj 250, kur fillon ndërqenien e qytetarëve. Duhet ishte bërë 30 vjet, po nuk ka vënë botë që e bën minimum jetik. Minimum jetik është një term politik që as edhe një nuk është mos i qëndron minimum jetik. Sa asnjëri s'ka për të realizuar minimum jetik. Asnjëri. Është term politik. Duhet të dalë në terren, kështu që e ka pak me shpejtësi. Zoti Korreshi. Atëherë, këtë javë është java e fundit, javë sulmi, për t'ju përgjigjur zotit Meçe dhe për të treguar se çfarë do të ndodh javën e fundit. Unë sot në mëngjes se kam filluar me kafe në orën 7 për qere, sepse me thënë drejtën në 7 ashtu pjet kafe që në mëngjes herë. E kam përvijuar tani për një pjesë në çerm sipër me dhe tani janë në çerm shkumbim. Edhe në pritet shkojnë prapë deri janë disa lagje që mos i kam prekur, se unë kam qef që aty që kërkon votën t'i shtrëngosh dorën. Pavarësisht gjithçka, ky është parimi që s'kam zgjedh unë gjithkohës për të bërë fushat. Për t'u përgjigjur vetëm për vajzën, është një surprizë që ta them, unë i shikoj kalamajt i lënë gjumë dhe i gjenë gjumë për hir të vërtetës, i shikoj shumë pak, në mos thënë 0, sa më pyesin gjithmonë ku jesh babi, edhe thënë drejtën më ka dërguar bashkëshortja, ka qenë një ide e saj dhe fëmijëve që më ka dërguar dhe unë instinktivisht e kam hedhur sepse realisht është diçka e bukur që jesh bërë
babait nga fëmijët në fushat. Kjo është e gjitha jo si përfshiu në ta në fushat. Sa mandate sa do prisni? E kupton sa thellë ke futur politikën te fëmia jot. Fëmia 7 vjeçar është me sa shoh. Fëmia 7 vjeçar jeton me baban politikan. Kupto çfarë indoktrinimi i bëjmë realitetit ne. Është pasqyra më e qartë asaj që nuk duhet të ndodhë në Shqipëri. Është i pashmangshme. Për sa i përket Edhe ne që nuk merremi me politikë, Po 7 vjeçar të vesh kapele dhe thuaç votoni njëshi nuk më duket, do të thotë psikologët do bëjnë një emision të tërë dhe të fillojnë do ta bëjnë telef sa i miri në këtë rast. E jema vajzës ka lindë internim, ose gjyshi vajzës, 2 gjyshi dhe vajzës. 35 vjet haroj 35 vjet, po hajde më tani. 39 vjet, 39 vjet haroj. Turqati 51, kështu që ai vjen rribesh, mos e zot kur e fiton Partisë Socialiste apo Komuniste. Atëherë sa mandate për të vijuar bisedën me zotin Elezi? Sa mandate prisni? Unë them që Se qarku i Fierit ju e dini pak a shumë se si duhet, se ku anon. Unë shikoj ndoshta pak më shumë se 9-7, por mund të jetë 9-7. Ka qef. Si? Qefi është gjë e madhe. Ajsa ishte në 2029 me 7. 9-7 si do duhet? Po sepse kjo 9-7 për shkak se mund të marrin, pra mund të ketë ndërhyrje partive të reja, se s'mundi quhet vogla, por të reja, po unë do të shikoj rezultatin 9-7 ose 8-9% i sinqert me ju. Por 8-8 është varet nga java fundit si do shkoj, varet mund të ketë në zhvillim se ju dini që lëviz, por atë që shikoj ju 9-7 nuk e luna stopi se Edhe një pyetje të fundit përpara se të largoheni. Sondazhet largoheni. të thës që ata e kanë më të sakta se sa ne. Zegjinen si e keni? Unë e ftoj që të Dhe vëj presin ndjeni ju xheloz që nuk jeni protagonist i monologjeve të saj dhe ka marrë gjithë protagonizmin zoti Gazmend Bardhi? Jo se e ka shok Gazi, nuk besoj që... E kam shok dhe vlla Gazi me të vërtetës, por Zeqineja mirë ishte të merrshme me mua, unë nuk do rria aq thjeshtu sa Gazi me të drejtën, pavarësisht se Gazi nuk mund të ulet në kategorinë e Zeqines, por unë valla i dhe kësha bani patronazh, pa problem fare. Okej. Faleminderit zoti Korreshi, mos harroni bluzat me që i premtuat publikisht edhe premtimet duhen mbajtur. Jo, juve edhe kapelen Fjori patjetër. Faleminderit. Shumë suksese. Se kur të fitoj do duhet që të ke që jemi ne. Shumë suksese. Shpresoj t'jem bërë dhe shalqin deri të dielën zoti Korreshi që ta kalojmë sa më mire të freskohemi.